As VMRO DPMNE, as LSDM publikisht nuk kërkuan ndërheqjen prej kryetarës antikorrupsionit Tatjana Dimitrovska, e cila momentalisht ka ndalesë për kryerjen e funksionit. Ajo është e dyshuar për dhënien e shërbimeve zyrtare për lëndën aditiv, ndërsa ish kolegët e saj kërkuan që Dimitrovska të jap dorëheqje ose të veprojë kuvendi, i cili e ka emëruar. Megjithatë, LSDM do të presë të shohë se çfarë do të tregojë hetimi. Најсоодветно е прво да видиме што ќе покаже истрагата. Ние внимателно секако ги следиме информациите, внимателно ги следиме сите детали поврзани со овој случај, ја почитуваме и презумцијата на невинност. Në linjë të ngjashme është edhe VMRO DPMNE-ja, nga partia në pushtet u bëjnë thirrje organeve kompetente për ta zbardhur rastin. Доколку постојат докази за сторено кривично дело, недозволено е таквото однесување. Од аспект на морал сметаме дека поголемата одговорност кај лицата кои извршуваат високи јавни функции отколку кај останатите. Prezumimin e pafajësisë te Tatjana Dimitrovska e theksuan edhe nga kabineti i kryeparlamentarit Afrim Gashi. Megjithatë, nëse konstatimet konfirmohen përmes procedurës gjyqësore, kryetari i kuvendit do të veprojë pa hezitim dhe do të fillojë procedurë parlamentare përkatëse për shkarkim. Ish antikorrupsionerët theksuan se dyshimi për Dimitrovskën paraqet sulm të rënd për shoqërinë, qytetarët, por edhe për vetë institucionin që siç shtojnë, po e humb besimin në opinion. Nga antikorrupsioni kumtuan se do të vazhdojnë të punojnë pa pengesë, duke rikujtuar se përgjegjësia është individuale.